Për çdo muaj, Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të paguajë shumën prej 11.000 eurove për shfrytëzimin e këtij objekti për prokurorinë themelore në Mitrovic. Kostoja vjetore për shfrytëzimin e tij, që është me qira, arrin në rreth 133.000 euro. Por ky nuk është objekti vetëm për të cilin KPK-ja paguan mijëra euro për shfrytëzim. Ndërtesa e prokurorisë së shtetit në Prishtinë, e cila është pronë e komunës së Prishtinës, shfrytëzohet nga KPK-ja duke paguar qira. Pagesa mujore është më e lirë se në Mitrovic në shumën prej 4.777 euro, e kostoja për 12 muaj arrin në rreth 57.000 euro. Në një përgjigje për Dugagjinin nga KPK-ja kanë treguar se janë në bisedime me Këshillin Gjyqësor për t'i gjetur një zgjidhje prokurorisë themelore të Prishtinës. Objekti i prokurorisë themelore në Prishtinë është në objektin e saj në Pallatin e Drejtësisë. Jemi në bisedime me Këshillin Gjyqësor të Kosovës për të gjetur zgjidhje lidhur me nevojat tona për hapësira të nevojshme. Të gjitha pagesat për qira bëhen nga buxheti i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në njërën nga mbledhjet e Këshillit Prokurorial të Kosovës është thënë se Ministria e Financave nuk po u përgjigjet kërkesave të tyre për të gjetur një zgjidhje e cila do të shmangte pagesën e qirave. E në Institutin e Kosovës për Drejtësi kritikojnë qasjen e ekzekutivit karshi sistemit prokurorial. Është shumë e rëndësishme Ministria përkatëse që merret me administrimin dhe menaxhimin e objekteve dhe institucionet publike, që të krijojë kushte se të gjitha institucionet publike të kenë hapësira të mjaftueshme për punë dhe të kenë kushte sa më të mira të kryejnë veprimtaritë e veta profesionale. Kola i Tutje thotë se është e rëndësishme që secili institucion publik të ketë objekte të veta. KDEja gjithmonë ka mbështetur nevojën që sistemi prokurorial të ketë objekte të veta dhe të mos jetë në objekte me qira, sepse përveç kostove të mëdha financiare që ndikojnë për buxhetin e Republikës së Kosovës, ndikojnë edhe në aspektin e teknik dhe në aspektin profesional. Sistemi prokurorial i Kosovës vazhdimisht është ankuar se qeveria nuk po i ndihmon në shtimin e kapaciteteve në staf, si dhe rritjen e buxhetit, me që e konsideron se është e pamjaftueshme. Si vjet, KPK-ja ka buxhet rreth 18 milion euro.